jo bre, me pyet fitore pasollin, a kon atëherë legjitime kur e pathir Hashim Thaçi, Haxhi Shalën, mu bë qeveria voti. Jo, ka gënje. Se kanë thirr Ganiun për me votu kryeparlamentar, kanë thirr për qeveri. Negociata u bën në institucion të shtetit mes Haxhi Shalës dhe mes Hashim Thaçit. E më këtë pas gruput. Po, me gjithat, e mirë është që këta po pranojnë, o vërtet tu tashmë, këta po pranojnë që kanë kontaktu Gani Gecin, se kanë kontaktu Marigona Gecin, e kanë kontaktu Gani Gecin për mja kërku votën e vajzës e ti Marigona Gecin. Leo në komi kërkesë që në kejnë se bon, na vjen fitore që të në presing, që në bëjmë emni në fund, fitore Pacolli. Me për në presinga? Po, për presing. Jo, vishë nëse rastoj, po mënoj nëse vjen me mune qysh, nëse muj me nëzohë dikun, me pru me... Shumë Me qeva ja mundet me marrë kur dëmë. Boll në Verice me ju referu vetët, veç në fillim thash, këta dojnë, por me boll në Verice, po duhet me ja u shesh zuve me qitë për faqe, adin qysh, se këta dojnë, jo veç kush e thot, kush ka drejt me thonë, kush nuk e thot, dhe kur e thojnë këta nuk është. Kjo është definimi i seksizmit, se seksizmi qka është, kur ti një gjinie ja qetë rolin e caktum. Pra thu gruja nuk ka autorësi mbi vetën, po ka baba, vllau, burja i tjetër këtë tjetëri. Edhe fitore Pacollin, Dimal Bashën, thirë në qytetarët dhe vetë në thoi qka është seksizmi. Seksizmi është definicion që ti e thirë babën e dikujt, vllaun e dikujt, për me vendos për atë deputetën që është gru. Seksizm është kur i peshkon, pra, shusha the ti, deputetet gra, se ti menon që ato s'kan autorësi mbi vetën, dhe s'kan të drejta mbi asë gjohë, për që ta është. Ku e ka burimin krejt që kjo siguri, që kjo qasje e njerëzve të vendosjes me dhënë vetës të drejt në krejt kualifikime që i bojnë, në krejt vlerësime që i bojnë. Nuk ka ma siguri. Të nështrimi i partive tjera, që jo kanë leju e konaracion me shtrimi me vite. Ja ka leju qytetari me 400.000. Jo, para qytetari, që tu s'mujt, ma tonë pjotna. Është pa drejt. Qëtë naracion i Ilir Mirena, ja ka leju e 2015, 16, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Sami Lushtraku, që që të kallëm se, djali i Hamdi Vraniqit, folke për plamur kombëtar para Hashim Thaçit. Ai djali shpioni që ka po kishën ortodokse aty, e Hashim Thaçi heshke. Pra këta e kanë lejuë, elektorati i ka mjek, në shtrimi i komandantave, ndaj Albin Kurtit, është i të mersha. Qytetarja pa në votat. Po pra se e kanë pa që të këna aftrim, e këta po kontron. Qa me bashkë? Sot është me lejuë. Në nështruhe një plejat e komandantave ndaj Albin Kurtit. Qysh më zanë qytetarit njekë. Qytetarja ka votu. Jo. Qytetarja ka dosht edhe qatë personori që me përmenti. Po, 51% qytetari ka pa modelin i ja, nuk kanë regull. Jo, e ka pa modelin, se e ka pa Kadri Veselin, Hashim Thaçin, të ullë kryet guvend, Allah Albini Triko, ka jo sotrim, veç a gudzon. Ka fitu dhe Donald Trump, e s'kem që e bënë shëshnia ma demokratike po. Qytetari ka votu, kështu që edhe fitoria me si konstatime ka të drejt. Pasojat brej najven, pasojat naj kemë. Deri sa nuk vedisohet qytetari këta kanë të drejt plotësisht. Hajde vetëm, që të gjërojnë. Edhe krejt që ka përsojnë. Në regullë. Kemi në fund të miso. Ganiu ju dha drejt, u kry tash mos ma përmen 100 herë. Ju dha drejt, u kry. O, kanë drejt me konstatimi, po s'kemi munarë. Se e bëm copë qytetarin, e boni copë qytetarin Ganiu në regullim. Aje që po du me thonë është momenti që e ka sjell Lidhja Demokratike e Kosovës me poshnu vetëvendosit për mes Gani Gecit. Që kjo është momenti për me gjvesh, me shprallu, dhe me thonë, moralin e, po themi kështu... Ta po kaldojnë dinitet. Kush? LDK-ja. Po mirë, nëse o skenaf jo perfekt, pa i tonë patone. Nëse o skenaf jo perfekt. Këta po dojnë tash me poshnu... Qa ashtu? Nëse o skenaf o mirë. Moralizim të shtresum të vetëvendosjes në politik, edhe asaj oksigenizmit të tyre mrenda trupit, idejes, diskursit edhe politikës tyre. Ja që a i bonë. Me Gani Gecin dhe thojnë kur ti angazhosh me pas kontakte paparime edhe kontakte vetëm me arrit qëllimin, ja kësi pasoja ki. Dhe Gani Geci sot, qytetari i Dukit, e vendosi një kriter për
politike. Dhe dorën zemër, unë po heqi dorë mo me polemizu me Dugin për pjesën... A ki që më thonë për shta 15 minutat e fundit? Po, shjone, gjithë kom që më thonë nëse më ljeni. Të lojë më mund të ndërprejmë ka pak. Mendoj që lufta për progres të na e nën kupton luftën kundër shumicës. Dhe kur kush nuk ka dëshirë me qenë kundër shumicës. Në epokën e komunikimeve digitale, kësi ku shumica edhe pëlqyeshmëria ka rol kritik edhe në psikën e njerëzit, krejt kanë frikë mos po mbesin pakicë. Edhe shumica, e cilat gjithmonë si mas meje, din tjetë edhe brutale, edhe që thojnë simplistike, e përthjeshtësuar, edhe shpesher din mos me pas mirë edhe mos me pas drejt, shumica sët, pra shumica si turm, jo shumica si popull, turma sët e dirigjen edhe e orientën ato që na sët e konsiderojmë që jo skenë politike. Këta njerës që jo sët skenë politike për shkak të qësaj kulture që jo kriju edhe për mes ndikimit të rjetëve sociale, gjithë shkafit këta vetën e përjetojnë vegla, marioneta të një doret pa dukshme, e cila insiston për i tyne me qenë banal, me qenë brutal, me qenë vulgar, me folë mënyrë ekstreme, edhe ata të ngratë thojnë për një rogë kom s'kom qare, pa të shame nonë. Pra fjalë për fjalë shumë ka njerëz, cilë privatisht thojnë nuk kom qare, me qenë se bëhet fjalë për rejtingun që e kryon turma. Na nëse nuk i adresohemi qësaj filozofie edhe psikologjie të turmes tonë, na nuk mundemi me dekodu qëtë sjellje të skenës tonë politike, e cila në prej çfarëdo kandi që e analizon është e pa arsyeshme, është iracionale, është e pa kuptimte dhe e pa logjikshme. Përveç në një send, i nënshtrohet dëshirës së turmes. E turmen na duhet me fillu komunikimin për turmen edhe me turmen. Dikush duhet mi bo atë punë. Deri vonë, o mundu mi bo bashkësia ndërkombëtare për mes imponimeve të veta, diku me karot e diku me dajak, mirë po qatë sa ka mujtë. Sët ajo mos ekziston. Kështu që shlirë mu mos me ta përmend, në qenë se as nuk ekziston mu, e as i ka me talë mu të dera. Sët na jemi të lonun mu përbal me njëni tjetrin. Na jemi të lonun sët si jetima mu përbal me njëni tjetrin. Ndoshta është koha edhe për neve, ma në fund mu shëndru edhe na në shoqni. Ju falenderoj shumë gjithë që keni qenë sonte në Pressing, shikues të nderuar, ne bashkë do të shihemi nesër në radhë. Mirupafshim.